Microsoft Word është pjesë e paketës Office dhe është programi bazi për punimin të tekstit. Dritarja e Word 2007-s ka disa element bazë. Në radhë të parë flasim për butonin i Office që hap menyn, të cilin mund të hapim, të ruajmë, të printojmë ose të fillojmë një dokument të ri. Këtu kemi shiritin e komandave më të përdorura. Gjithashtu, lart kemi emrin e dokumentit, gjithashtu edhe programi që është i hapur dhe në krah të djathtë kemi minimizimin ose zvoglimin e kësaj dritare, restaurimin në kthimin ku ishte dhe butonin X që e mbyll këtë dritare së bashku me programin. Tani, pjesa e poshtme është ribbon ose shiriti i punës. Dhe ky shirit ka një tuf komandash dhe është ndarë në tabe. Si të shikoni, unë po klikoj mbi një tab, mbi një tjetër dhe sa herë që klikoj, më dalin komandat që i përkasin secilit prej tyre. Status bari ose ky rjeshti ky në fund na tregon informacione mbi këtë dokument. Në krah të djathtë të tij ka prezantime dhe na lejon të shohim dritaren aktive të Wordit në pamje të ndryshme, kurse në qoshe fare djathtas na lejon të shohim po këtë dritare të zmadhuar ose të zvogluar sipas dëshirës.